Pse dënohet i vdekurin nëse lë amanet familjes së tij me vajtu për ta? Për arsye se pejgamberi alayhi salatu wassalam kështu e ka cek në hadith. Pra ka argument, ka hadith për këtë çështje. E tash urtësia pse? Për arsye se të vajtuarit për të vdekurin është veprim i kohës së ignorancës. Edhe shaj e pakënaqësisë me caktimin e Zotit. Na gjithë kemi një fillim edhe do ta kemi një mbarim në këtë botë. Në botën e përhershme pranë xhenet nuk ka vdekje. Të vajtosh, të kukatësh, të shkulesh flokët apo të shqyesh rrobat, jep me kuptu pakënaqësi me caktimin e Zotit. Por të qash veç me latë dhe të mos flasësh fjalë të ndaluara, të jesh i kënaqur me caktimin e Zotit, kjo është e lejuar. E nëse i vdekuri e lëni amanet, kur vdesun qani, bërtitni, kukatni, shkyni teshat, vajtani, mallkani, ku e diçka, atëherë ky amanet nuk duhet me shku në vend. E nëse shkon, atëherë dhaj ka hise nga ky veprim i gabuar. Jo vetëm e lën amanet që me vajtu, por nëse lën amanet një amanet keq. Për shembull me thonë, kur vdes unë shkoni edhe rrahani kujshin. E ke parasysh, një veprim që është haram, zëvan mja që amanetin vend. Prandaj kjo është edhe shkaku që dënohet i vdekuri. Nëse nuk e kalon i shkreti amanet, ka qenë burr i mirë, ose grua e mirë dhe devotshme, po familja nuk e ngojnë amanetin e babës, ose veprojnë kundër mësimeve fetare, atëherë s'ka faj i vdekuri. Edhe ai normal nuk dënohet për veprimet e familjes së tij.